Animator. Bufja! Gecko! Goes into the night so they can save the day. Who are these heroes to show you the way? PJ Masks to the PJ Masks. PJ Masks to the PJ Masks. 'Cause bedtime is the right time to fight crime. I can't think of a rhyme. PJ Masks to the PJ Masks. PJ Masks to the PJ Masks. PJ Masks! Ushqimi me ushqim në mesnat. Të gjithë në bord, do të përplasim anien armike. Iho! Të kapa tani pirati robot, nxirri enët e gatimit në ajër. Kur? Ekuipazhi, shtypeni atë të paftin me gjithë shka që keni. Harava fare, nuk kam ekuipazh. Përzeri salatën. Përveç teje shoku im me pend. Kape këta, ti qeni keq qieli. Do të kap pirati robot! Të munda i poshtër. Çfarë? Ai si të reja për këndin e lojrave? Jo, pirati robot dhe marifetet e tij. Piratët nuk janë gjithmonë të këqinj. Ke luajtur rolin në një dramë shkolle, Greg? Unë nuk shkatroja kënde lojrash, sikur të bënte diçka të mirë. Si çfarë? Të gatuante ushqime të shëndetshme dhe jo të thurte plane dashakejse. Prandaj e krijoi edhe Romeoja. Le ti tregojmë se si ti përdor për mirë. Heronj me pijame, Jaku po vim. Drejt natës për t'i shpëtuar të gjithë. Nata në këtë qytet dhe një grup si patrëmbur me heronj është gati të përballet me ligësinë e urryer për të ndaluar ata. Po! Gregu bëhet Gecko! Connori bëhet Ja, Animator. Amaya bëhet Bufe! Heronjt me pijame! E Jani. Ha? Le të shohim. Jaku është pirati robot. Oho, Jaku po ikën edhe ajo. Joho, tunja tjena pirati robot. Tunja tjeta lundërtar. Idhini syt te kjo harta e thesarit që sa po gjeta. Hidhja një pak syt kësaj recetës së kekut këtu. Njam, njam. Ka një gjurmë që duket gazmore. Pa ta shoh pak, mendoj se më duhet Një luk çaj me sot buke? jo, më duhet Kanel? Pakës armyshk? Qep të skuqura? jo, më duhet qetësi për të kuptuar gjurmën këtu. Është vetëm një foto e bibliotekës. Bufe, mos e ndihmo. Oh, ti e zgjuar mbretëresha ime pirate. Të gjithë në bordin e fluturuesit të qiellit. Ekuipazh, bëhuni gati për aventur. Harova prap, nuk kam ekuipazh. Do të vim ne? Duket argëtuese. Jepi! Supozohet të mos e lejojmë që të jetë pirat. Jo ta ndihmojmë të gjej thesarin. Hej, pirati robot, le të mësojmë si të rrahesh vezët. Ahaj! Teknikë interesante kjo, Gecko. I'm a bucket of bolts, and we need pirate robot. I'm made out of metal, but a pirate, that's me. Më pëlqejnë këngët e bukura prej roboti. Këngë e bukur, por duhet të merremi me rrahjen. Duhet të merremi me këmbët tënde të ardhutës. Ahaj! X tregon vendin. Mbaj litarin, Macja e Anies. Fantastike! Ha?
Zakonisht është më e vështirë të gjesh Cesare. E di çfarë është e vështirë? Të vendosësh rastet në vend, por ja një këshill. Bingo! Cesari! Ku është Cesari? Akoma më mirë se Thesari. Një furr. E përsosur përpjekje. Ka diçka që nuk shkon këtu. Mund ta ndjej në qarqet e mia. Nuk ka asgjë të gabuar tek gatimi. Nëse bën një vakt me fruta deti. Më fal shoku, gatimi nuk është për mua. Pse jo? Ti e krijuar për këtë gjë. Është një histori e gjatë. Wow! Bingo! Tani e Thesarim, pirati robot. Të keqen e Kaçalinës. Harta ishte kurt. Oh, jo! Hey, uli poshtë ata. 337 bë, mere furrën. Lëvizja ta muskuj mekanik. Kapiteni Romeo, e dija që fshihesh e ti pas ati kurti pataqinsh. Jam i sigurt që planifikon të më marrësh Thesarin. Jo, në fakt unë... Përpara se të ta marr mbrapsht të bëj një aratice të guximshme. Jo, thjesht dua të më gatuash diçka. Të krijova që të bëhesh shefi im personal. Dhe kështu do të bësh. Broçkulla, nuk më detyron dot. O, ashtu? Gatuaj për mua ose ata do të jenë kurrë të lirë. Ujo, mbretëresha ime pirate. Kuzhina është nga kjo anë, shpejt. Nga t'ja filloj tani unë. Më duket se nuk I pëlqen ati. Geko, bufe, unë po vit ju shpëtoj. Sa po ta kuptoj si mund ta fluturoj këtë gjën. Ushqimi mes natës është gati. Në 12:05, vot. Kjo duket e çmershme. Unë dua bukë me banane dhe qep të njoma. Ushqim për trurin. Bëj shpejt. Po, mjeshtër. Kjo është e tmerrshme. Po hum gjithë pasionin e tij prej pirati. Romeo po e detyron të gatuaj, prandaj nuk I pëlqen atij. Ke të drejtë, por mendoj se mund të jetë vonë tani. Qarqet e tij janë rivendosur. Është vetëm shef dhe jo më pirat. Duhet ta kthejmë te vetja e tij e vjetër. Por si? Kam shumë muri, po më buqet stomaku. Një mace e vogël blu po më del përpara. Ky është fati keq. Merre këtë. Po visok. Un kam një ide. He's a bucket of boats and his name's Pirate Robot. Çfarë duke bërë? Po I këndoj këngën e piratit. Këndo edhe ti. He's a bucket of boats and his name's Pirate Robot. Forca! Më fort! He's made out of metal, but a pirate that's he. With a turn of a cog and a spin of a spinner, I sails after treasure on the wide open sea. Ajo kthye! Kam një plan. Pirati robot, ti je fantastik si pirat, por më duket si je I mirë edhe për të gatuar. Si thua ti përdorësh të dyja talentet për të na ndihmuar t'ja mbathim? Një pirat furgji? Më duket e pabar. Koha të bëhesh një hero, shef pirat. Surpriza e shefit? Çfarë surpriza? Wow! Përgatitu për kryengritje dhe një kek qyleje e poqa aq sa të kërcej. Si guxon të më shpërfillësh? Do ta riprogramoj modalitetin tënd të shërbëtorit. Nuk ka shanse. Shijoje mallkimin e prerjes sime. Jepi pirati robot. Yo ho ho! Le të dalim nga këtu. Djalë ma qop
vendose anije në pozicion. Pirati robot, jemi këtu! Mjaf me këtë marrëzi! Ju kapa! Roboti 337B! Pastroje këtë! Vraponi tani! A do të vish me mua, shoku robot? Kapelja ime! Koha të përdorësh krahët, mbretëresha ime pirate. Shpresoj të jesh gati, djali macho. Kjo është jotja. Ndalojini ata! Hajde, spagetit! Ky ishte një sugjerim i mirë shërbimi. Super spaghetti të forta! Më ktheni shefin tim robotik! Nuk je pajisja ma e bukur, por do t'jesh një shok i mirë shoqërues. Mirë se erdhe në bordë, roboti Celi. Fest fitore e miqtë e mi. Përbërësi sekret është një shef i lumtur. Edhe pa krip deti! Jo ho ho dhe shumë shije e mirë. Heronj me pijame, bërtisni ura! Sepse gjatë natës i shpëtuam të gjithë. Fuqia e piratit, udhëtimi asteroidit të artë. E hëna e filmave! Çfarë do të shohim? Kujt intereson? Ne do të ham kokoshka. Më falni? Shumë vonë. Më duket i shqetësuar. Le ta ndjekim. Mund t'i duhet ndihmë. Por është e hëna e filmave. Do të ham kokoshka. Universi mund të jetë në rrezik. Ku ka gjë më të rëndësishme? Forca! Jo. Wow! Hey! Prit! Ta kem humbur. Çfarë po ndodh, Newton? Mos është ndonjë katastrofë e madhe? Po, asteroidi i artë po kalon në sistemin ton diellor dhe mendoj se e humba. Çfarë është asteroidi i artë? Thjesht guri më fantastik qiellor që kam parë. Kalon në sistemin ton diellor një herë në 1000 vite. Wow! A është e bërë prej ari? Askush se di pse ka atë lloj ngjyre. Duhet të isha i pari që do ta studioja dhe ta zbuloja, por jam shumë vonë. E ka detyruar të zhduket. Duhet ta zbuloj se çfarë. Heronj me pijame, Jaku po vin. Drejt natës për të shpëtuar të gjithë. Nata në këtë qytet dhe një grup si patrëmbur me heronj është gati të përballet me ligësinë e urryer për të ndaluar ata. Po! Gregu bëhet Gecko! Connori bëhet Djali maçor. Amaya bëhet Ufe! Heronj me pijame! Asnjë shenjë ti? Faleminderit që kërkuat. Kam përshtypjen se s'do e gjej dot më kurrë. Prit, çfarë është ajo? Nuk jam shumë vonë? Duhet të lëvizë shpejt. Shpejtësia nuk është një problem. Faleminderit për ndihmën, heronj me pijame. Pa çfat me asteroidin e artë. E dëgjove këtë hileqar? Asteroidi i artë. Mund të jetë emri një anije me thesare nëse ka një të tillë. Skuqe qepën! Nëse arri unë i pari, s'do ta bëjnë dot. Ngri espirancën roboti Celi. Dhe nisu për në hapësirë. Wow, është gjithçka që kam shpresuar.
është momenti të jetoj asteroidin e jetës time. Është vërtet shumë i bukur. Por ka diçka që nuk është e bukur. Pirati robot. Dhe ylli i Newtonit nuk e ka parë. Ylli i Newtonit, po të flasin herojt me pijame. Jene të lashe. Hë? Geko, ti e që po flet? Fuqia e asteroidit po ndërhyn tek sinjali. E rëndësishme. E rëndësishme? Më falni, do të flasim sa po të kthej. Oh jo, ne duhet të shkojmë tek Newtoni. Por pirati robot është shumë afër. Duhet ta provojmë. Dërgo bazën. Wow! Fantastik! Mund ta ndjej fuqinë që tani do të mësoj kaq shumë për universin. Bëhuni gati! Do ta sjellim në bord shokët e anijes. Po! Hey! Ai është asteroidi im! Të keqen e Kaçavidës i reqar. Nuk është një anije thesari, është një ishull thesari. Vore që të zjej. Ke të drejt, po nxehet mirë. Ka flori këtu dhe mua më pëlqen floriri. Hey, largohu nga asteroidi im. Asteroidi yt, unë e shkarkova këtu përpara teje. Por, unë dua ta studioj këtë. Edhe unë dua t'i marr floririn. Ne duhet t'i mbrojmë asteroidet dhe jo t'u bëjmë keq. Nuk po më le zgjidhje tjetër. Përgatit portat hileqar. Buroja e yjeve. Jo, mos guxo. Do ta sjarojmë këtë si piratët në një betejë këngësh. I'm a vaquero boat, and my name's Pirate Robot. I'm made out of metal, but a pirate that's... Të keqen e Kaçavidës. Po shkojnë drejt një fushë asteroidësh, ne duhet i paralajmërojmë. Si, radio tona nuk funksionojnë këtu. Do shkoj unë? Kalon këtu një herë në 1000 vjeçar. Kjo është mundësia ime vetme për ta studiuar. Ekuipazh, të gjithë në bordin e fluturuesit të qiellit. Po ju mbaron koha të dyve. Shikoni. Beteja juaj ndryshoi trajektoren e asteroidit. Bëj mirë ta gjej Alin përpara se të përplasemi me atakurët. Por nuk mund ta di mende nëse ka flori aty, sepse s'kam pasur shansin ta studioj. Hey, ju të dy duhet të përqendroheni te më e rëndësishmja. Kujdes! Mbretëresha ime pirate. Unë jam këtu, bufe. Super shiritat e Machokut. E kapam! Forca pra. Nuk më dëgjoni fare se po ziheshin për asteroidin. Edhe ne jemi në të lashe. Wow! Ju afrova shumë fushës asteroideve. Harduca rëshqitëse. Për pak fare. Ka dalë përsëri nga trajektoria. Ku po shkon tani? Toka! Nuk ka problem. Mund të përdorin kthetrat e bufes për të larguar asteroidin. Për kokë
tokën e mustaqeve. Baza nuk është duke funksionuar sepse është goditur. Gjithçka nuk shkoi si duhej. Unë doja ta studioja asteroidin, por harrova gjë më të rëndësishme dhe tani, toka është në rrezik. Ndalo! Bëj gati për forcuesit i leqar. U kthye për më shumë. Le ta vendosim kush është pronari i asteroidit një herë mirë. Prit pak. Nuk ka rëndësi se kush e ka asteroidin. Disa gjëra janë më të rëndësishme. Të keqen e hidraulikës. Në atë planet mund të jetë groposur i gjithë sesari. Ndale pak rastin tani. Është momenti të bëhemi heronj, të dy së bashku. Po! Nuk po ndodh aq shpejt sa duhet. Na duhet ndihmë. Ej, njerëz, është flota e shpëtimit. Mos kërkuat një shërbim emergjent hapësinor? Përfunduan në riparimet robot me pijame? Aktivizo lëmshet me qime. Jemi shumë afër. Na duhet vetëm një shtytje e vogël tani. Mos tregje një shtytje e vogël. Shpejtësi hatashme roboti Selli. Do shihemi pas 1000 vitesh bashkë asteroidi art. Shërbeje me majdaros. Ide e mirë, hileqar. Sigurisht që u përqendruam te gjëja më e rëndësishme, shpëtuam tokën. Nuk e zbulova kur pse dukej aq i art. Mendoj se unë e di. Një pjesë e vogël e asteroidit të art, interesante. Ky quhet Flori mashtrues. Emri i vërtet është Pirit i hekurit. Është vetëm gur, por duket si Flori! Gjeta Flori! Shtrydhe keqapin! Kete drejt, hileqar. I jemi të pasur. Ngrije spirancën roboti Selli. Por nuk është Flori i vërtet. Mund t'ja shpjegoj me herën tjetër. Do ta shohim shpejt këtu. Heronj me pijame, bërtisi të gjithë ura, sepse gjatë natës i shpëtuam të gjithë!